Shumë prej nesh i drejtohen pilulave të hudhrës për të marrë përfitimet pa të erën karakteristike. Por, a i marrin vërtet ato përfitime shëndetësore? Këtu do të zbulojmë nëse ky premtim qëndron apo jo. Pra, le të fillojmë me premtimin. Hudhra ka një reputacion shekullor, pothuajse legjendar si një super ushqim. E po industria moderne e suplementeve na premton pikërisht këtë. Gjithë ato fuqitë e lashtë, të mbyllur bukur në një kapsulë të vogël. Dhe cili është sekreti pas gjithë kësaj? E po, gjithçka sillet rreth një molekule të quajtur alicine. Ky është përbërësi aktiv që i jep hudhrës shumicën e superfuqive të saj. Prandaj dhe shumica e studimeve klinike fokusohen pikërisht tek suplementet që thonë se përmbajnë këtë substancë. Mirë, tani fillon pjesa më interesante, sfida e vërtet. Siç del, për të çliruar fuqinë e hudhrës nuk mjafton thjesht të gëlltisësh një pilulë. Fuqia e saj nuk është aty, e gatshme. Jo, ajo duhet të krijohet, të zgjohet përmes një reaksioni kimik. Për ta kuptuar më thjesht, mendoni për ato shkopinj të ndriçues. Brenda tyre ka dy lëngje të ndara. Nuk ndodh asgjë derisa i thyen, i përzihen dhe bum, dritë. E po, saktësisht kështu funksionon edhe hudhra. Ajo ka dy përbërës kyç, alinën dhe enzimën aliininaze, të cilat mbahen të ndara. Pra, ja ku është çelësi. Për sa kohë thelbi i hudhrës është i paprekur, alina dhe alinaza janë të ndara dhe nuk ndodh asgjë. Por në momentin që e shtypim ose presim hudhrën, muret qelizore thyen, këto dy substanca përzihen dhe voilà, ndodh reaksioni kimik që krijon alicinën, përbërësin aktiv. Pa shtypje, s'ka alicin. Dhe pikërisht këtu hasim problemin më të madh për suplementet. Stomaku ynë ka një mjedis tejet acidik dhe çfarë ndodh? Ai acidi fuqishëm e shkatron totalisht enzimën aliinaze, para se ajo të ketë mundësinë më të vogël për të bërë punën e saj. Është fiks si të përpiqesh të ndezish një shkrepëse në mes të stuhisë, thjesht nuk funksionon. Atëherë, lind pyetja, si dreqin arrin shkencëtarët ta dinë nëse alicina po prodhohet vërtet brenda trupit ton? Përgjigjja është sa e thjeshtë, aq edhe geniale. Ata përdorin testin e frymës. Po, e dëgjuat mirë. Ja si funksionon. Kur trupi ynë përpunon alicinën, ai prodhon një gaz specifik të quajtur sulfid alil metil, ose shkurt AMS. Ky gaz është si një gjurmë digjitale unike e alicinës. Kur ne e nxjerrim me frymë, shkencëtarët mund ta masin dhe kështu e dinë saktësisht sa alicin është përthithur realisht. Geniale apo jo? Dhe tani, rezultatet. Shikoni këtë grafik. Kur hahet hudhër e freskët, e shtypur, niveli i AMS në frymë rritet menjëherë, arrin një kulm shumë të lartë dhe pastaj bie. Ky është treguesi i qartë i një përthithje masive dhe super të shpejtë të alicinës. Por tani shihoni kontrastin. Këtu kemi rezultatin në një tablete me veshje speciale, e cila supozohet të mbrojë përbërësit nga acidi. Çfarë shohim? Një vijë pothuajse e sheshtë për një kohë të gjatë, pastaj një rritje shumë e vogël. Kjo na tregon një histori krejt tjetër, një vonesë e madhe dhe një përthithje minimale alicinës, pothuajse as pak. Pra, le të arrim tek përfundimi i kësaj betejë. Suplementet kundër hudhrës së vërtet, të dhënat nga testi i frymës na kanë dhënë një përgjigje dhe duhet thënë provat shkencore janë më së të qarta. Kjo tabel e përmbledh gjithçka në mënyrë perfekte. Hudhër e freskët e shtypur, përthithje e lartë dhe e shpejtë, tableta të thjeshta, rezultati ulët dhe jo i qëndrueshëm, dhe tabletat me veshje speciale, përthithje shumë e ulët dhe e vonuar. Studimet tregojnë se shumë prej këtyre suplementeve çlirojnë më pak se 20% të alicinës që premtojnë. Pse? Sepse thjesht nuk shpërbëhen siç duhet dhe kur duhet. Mirë, tani që e dim si ta marrim alicinën, le të flasim për diçka vërtet të çuditshme. Si funksionon ajo në të vërtetë? Këtu kemi të bëjmë me një paradoks fantastik. Si ka mundësi që një substancë e konsideruar e ashpër të jetë kaq e mirë për ne? Kjo është e mahnitshme. Alicina në vetvete është një substancë oksiduese, që do të thotë se shkakton një lloj stresi të vogël në qelizat tona. Duket kundër intuitive apo jo, por ky proces është shumë i ngjashëm me atë që ndodh kur bëjmë ushtrime fizike. Pikërisht ky stres i mirë është sekreti. Le ta shohim konkretisht. Grafiku tregon nivelin e glutationit, antioksidantit kryesor të trupit. Menjëherë pas marrjes së alicinës, niveli bie pak. Ky është stresi fillestar. Por shikojnë çfarë ndodh më pas.
Si kundërpërgjigje, trupi fillon të prodhojë shumë më tepër, duke rritur nivelin afatgjat deri në 4 herë më shumë se normalja. Pra, ky stres i vogël na bën shumë të fortë. Në rregull, pas gjithë kësaj shkence, çfarë do të thotë kjo për ne në jetën e përditshme? Si mund t'i marrim vërtet përfitimet e hudhrës? Le të kalojmë tek disa këshilla praktike. Pra, ja çfarë duhet mbajtur mend? Mënyra më e mirë dhe më e sigurt, hudhre freskët, e shtypur ose e grirë, dhe e lënë të pushojë për rreth 1 minutë para se ta përdorni. Kini parasysh që gatimi, sidomos zjerja, mund ta ulë efektin. Për sa i përket suplementeve, sidomos atyre me veshje speciale, duhet të jeni skeptik, sepse shpesh dështojnë, dhe sigurisht dëgjoni trupin tuaj. Hudhra e papërpunuar në stomak bosh mund të mos jetë për të gjithë. Dhe kjo na lë me një mendim interesant për fund. Historia e hudhrës na tregon se marrëdhënia midis ushqimeve dhe trupit ton është shumë më komplekse nga sa duket. Ky koncepti i stresit të mirë na shtyn të pyesim, a mundet që edhe super ushqimet të tjera të funksionojnë në mënyra të ngjashme, duke na forcuar përmes sfidave të vogla? Kjo e ndryshon pak perspektivën, apo jo?